Platforma Kosova Bojkoton ka ftuar qytetarë për bojkot të zinxhireve të marketeve me pakicë të shtunën me 15 mars. Thirrja vjen si pasojë e çmimeve të larta të produkteve bazë. Rritja e çmimeve të tyre është bërë një shqetësim i përditshëm për konsumatorët, për me dëshmu që për një me janë rritë çmimet e produkteve, po i paraqes disa që janë flak, ama flak prej çmimeve. Hiq më larg se para disa ditëve në markete dhe në tregje, 1 kilogram speca ka kushtu 5 euro, po bash 5, ndërsa sallata e gjelbërt 4 euro e 20 cent, domatet 3 euro 50 cent, po s'podi apo mbesin pa baklavë për Bajram. Çmimi i gjalpit në Kosovë është 4 euro, e me krahasum me çmimin në Britani të Madhe, është diku 2 funta që në euro i bjen 2 euro e 37 cent. Keksat e bluar javën që shkoj kushtonin 2 euro 56 cent, e këtë javë e kanë këtë çmim si zbritje. Rrjedhimisht tash çmimi real del tjetë 2 euro e 99 cent, ndërsa paga mesatare në Kosovë është 500 euro, e në Gjermani diku rreth 2500. 12 covez në Kosovë kushtojnë 2 euro e 89 cent, e në Gjermani 3 euro. Norma mujore e inflacionit sipas ASK-s në muajin shkurt të këtij viti është 1.7% vjetore, ndërsa 0.4% mujore. Krahasuar me muajin shkurt 2024, ku inflacioni mujor ishte 0.4%, në muajin shkurt të 2025-s. Qytetar, para se me i blej produktet, mendoni 2 herë.